A ban me u falë me thonjë pak më gjatë, por pa lak. Thojt, ka dy kohë kur duhet me i prej. Koha e preferuar, apo e lejuar edhe e preferuar, dhe koha e obliguar. Si për mashkullin, si për femnën. Koha e lejuar është kur ti e shet që pak e në rritë thojt, i prejnë. Nuk ka argument të sakt me janis prej këti gishti, me vazhdu kështu, pastaj këtë dorën tjetër, ose me janis prej këti gishti, këto janë, e shefni në për internet, syneti kështu, syneti ashtu. E sakta është që s'ka argument të preja për këtë mesele. Kur ta shet që tu kanë rrit pak edhe kanë fillu mu bom, me tu bo edhe ty ves, po edhe mendon që njerëzve ju bjen pak në sy, prej. Për shambull, gjdo të gjuma, kur të merë gusull për gjuma, edhe qëtë parfum përgatitesh për gjuma, i prejnë edhe thajt. Njëherë javë. Kjo është e pëlqyer. E lejuar është deri në 20 ditë mas shumë të dorës edhe të kamës. Kjo është e lejuar, por nuk është e pëlqyer, se mundën më rritë, varet prej profesionit, ka njerëz që punojnë me profesionit caktuar që mbledhin pa pastërtia dhe nuk rritë heshëm. E irritojnë ata që e sheh. Por është e lejuar dhe në 20 ditë. Ma anë që në 20 ditëve, nëse të kanë rritë thojt, ty si femër, edhe nuk i ke ly, banë mu falë. Po nëse ke shku edhe i ke marrë aty i ke nëreq, pak, shofim në rasti kur shifën që është t'ju lanë me qëllim, t'ju adhon një qëfar forme, një qëfar stili, a? Kështu themi ju. Thojt du të më prej normal, mo hek thoni mos mu duk mrana 20 ditë mas shumë të ti, mrana qësaj që përmenda që ti regullë, falo dhe psi i ki thojt pak ma gjatë, ama nëse iman ti me stil, nuk i rritë shumë, po iman pak shifën që ti kujdesesh për thojt i ki loj stilit të modës, themi jo, kështu nuk ban. Kur të ban 40 ditë, prej. Aty rinë shejtanat.